Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë në televizionin News 24, ditën e sotme do të flasim për një nga ngjarjet më të rënda të kësaj jave. Bëhet fjalë pikërisht për Ismail Klogjerin, 36 vjeçarin, i cili fillimisht helmoi me valium vjerrit e tij, vjerrin dhe vjerrën, të cilët janë në një moshë të thyer 82 dhe 69 vjeç, dhe më pas i zhvati parat. Në korrekord, policia e neutralizoi dhe e arrestoi dhëndrin e të moshuarve. Gjendja e tyre është rikthyer normalitetit, ku gjendja pak më e rëndë edhe pse është në ambientet e banesës është e 82 vjeçarit. Sot do të thyej heshtjen pikërisht bashortja e autorit, por dhe vajza e të moshuarve. Fillimisht ndiqni materialin e përgatitur nga kryeredaktori i emisionit Me zemër të hapur, Anila Akmataj, dhe rikthehemi në transmetim të drejt për drejt me vetë Elida Klogjerin. Një ngjarje e rëndë ka tronditur një familje të tërë dhe opinionin publik. 36 vjeçari Ismail Klogjeri dyshohet se e ka helmuar me valium prindrit e bashortes së tij, njerëzit që e kishin pritur në shtëpi si birin e tyre. Pas dozës së lartë të medikamentit, të moshuarit humbën ndjenjat, ndërsa ai sipas hetimeve u ka marrë atyre parat dhe celularin. Për disa ditë çifti luftoi mes jetës dhe vdekjes në QSUT. Sot e moshuara ende trembur, tregon ai se arrin të kujtoj. Me një zë të thyer ajo thot se po rrinim, erdhi dhëndri na pyeti si jemi, pastaj errësir, nuk mbaj mend asgjë. Djali me nuse na gjetën pa ndjenja, kam frikë. Fjalë që të mbërthej në fyt. Besimi i dhënë një njeriu të shtëpisë u kthye në makthin që pothuajse u mori jetën. Sot të moshuarit përpiqen të mbledhin copat e një realiteti të thyer, ndërsa drejtësia duhet ja përgjigje për një tradhti që nuk falet. Copat e këtij realiteti të thyer do diskutojmë ditën e sotme në studion e emisionit Me zemër të hapur. Të pathënat më parë edhe nga çifti i moshuarve, edhe pse zotria 82 vjeçar nuk ka mundur për shkak edhe të problemeve që ai ka, por edhe për shkak të helmimit me valium nga ana e dhëndrit, nuk mund të flasi dot dhe nuk mund ta dëgjojmë dot kurrë dëshminë e tij, por në media ka folur bashkëshortja 69 vjeçare, por edhe vajza e tyre dhe gruaja e autorit, zonjën Elida, të cilën e kam të ftuar në këtë studio. Një dëshmi shumë të shkurtër ka dhënë në media pikërisht dhe Jetmiri, vllai i Elidës, djali i të moshuarve, i cili rastësisht desh Zoti që u kthye nga Greqia për t'i gjetur prindrit, sepse ndoshta po t'ishte vënuar edhe pak, edhe ndoshta mund të mos ishte kthyer nga Greqia, të moshuarit ndoshta edhe nuk do t'ishin gjallë ditën e sotme, ose do t'ishin në një moment shumë të vështirë shëndetësor. Gjithsesi, Zoti i desh pranë vetes së tyre për thyer heshtjen ditën e sotme. Kam 31 vjeçaren, sepse do diskutojmë ndoshta për herë të parë edhe problematikat brenda kësaj familje, që ndoshta ka çuar 36 vjeçarin Ismail Klogjeri të hakmerret ndaj dy të moshuarve. Do të hedhim dritë mbi këto moment të pathënë më parë në media. Elida, të përshëndes. Përshëndetje, si jeni? Faleminderit. Me mua në studio do të jetë psikologja jonë, Angela Ruko. Përshëndetje, Angela, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Atëherë, Elida, ti je 31 vjeçe, je nën e 3 djemve, 9, 7 dhe 1 vjeç e 8 muaj djalin më të vogël, dhe ndërkohë ti ke qenë gjithmonë në shërbim të familjes tënde, apo jo? Nuk e punuar kur, je në një shtëpi me qira në qytetin e Prenjasit, afër teje jetojnë edhe prindrit e Ismailit. Vetëm do doja të flisnim pak për ngjarjen. Ti vetë si e mësove ngjarjen? Unë e mësova se më lajmëroi një kushërira ime, më tha që ka ardhur vllajt, ai ka gjetur të papërmendur prindrit. Pastaj unë marr vllajin e i them si ka mundësi, si janë. Ai thotë keq janë, e morën ambulancën. Kjo ishte që më lajmëruan. Gjithsesi, ti vetë me prindrit kur ke folur për herë të fundit? Unë para kësaj ngjarjeje. Një ditë para se të ndodhte ngjarja, mamin e kisha për ditëlindjen e çunit. Po. Se kishim ditëlindje dhe festuam, kaluam mirë dhe mami iku, domethënë atë ditë dhe në darkë telefoni ishte i fikur dhe në mëngjes e njëjta gjë ishte. Pra, 24 orë para ngjarjes, ku bashorti yt Ismaili i ka dhënë valium prindërve të tu, nëna jote ka qenë në shtëpinë tënde për të festuar ditëlindjen e djalit tënd.
Pasi babai në moshën 82 vjeçare ka edhe probleme të tjera, prandaj edhe nuk flet dot në lidhje me ngjarjen. Atëherë, Jo, nuk di gjë këta. Po. Atëherë, do doja të ndaloja pak Elida, teksa festoni ditëlindjen e djalit, të bëhet edhe 100 njerë, me jetë gjatë ta kesh. Çfarë ndodhi midis mamit edhe Ismailit? Asgjë, thjesht mami erdhi mëngjes, ai erdhi çik më vonë se ishte në punë, hangëm bukë. Pastaj unë doja ta përcjellja mamin, edhe i thashë do iki të përcjell mamin, thash do dalë marrja 2 ushqime për darkë. Ai tha, është shi, tha dhe rri me fëmijët, edhe e kishte përcjell ai mamin, e kishte bën fugant, me sa më tha mami tani mbrapa, edhe nuk e di çfarë bisede kanë bërë gjatë rrugës. E ke pyetur maman këto ditë që çfarë bisedash kanë bërë rrugës? Po di unë ato se mbaj mend, nuk mundet. Mami thot nuk e mbaj mend. Po tha më bërin fugon, tha, edhe ikën bashkë për poshtë, po nuk e di se çfarë. Se doja ta përcjellja unë, po ai nga që ishte shumë shillë, tha riti tha se do dalëm se kam punë, kishin ikur bashkë, po nuk e di çfarë biseduan. Okej, jo, do doja të dija nëse mamaja të ka treguar diçka për të kuptuar sepse ndodhi 24 orë më vonë se atë natë, ajo nuk ka pasur telefon, as të nesërmen nuk ka pasur telefon, derisa ti mësove dhe ngjarjen. Të nesërmen, pastaj Ismaili ditën e ditëlindjes përcolli mamin për në shtëpi dhe më pas rikthehet në shtëpi, apo jo? U kthye në shtëpi, po nuk u kthye direkt, u kthye masi mbaroi punën që kishte. Domethënë ishte në punë. E pe të shqetësuar? Jo, edhe thjesht, jo, asgjë s'kuptova, unë kalun pastaj në darkë, kisha dhe nipin, mirë festuam çunit atë natë. Në mëngjes unë ngrit dhe tha, do përcjell nipin tënd ta gjetë taksita, e do ikim punë. Kaq. Pastaj e marr telefon në drek dhe i them ku je, ai thotë unë jam në punë, thotë mbarova një punë të parë. Tani jam diku tjetër. E i them mirë, hajde në darkë, them unë se na duhet një lek për shtëpi me lekët që kem marrë te puna. Ai tha në rregull, do vi. Pastaj erdhi në orën 4. Edhe kur erdhi në orën 4, pastaj solli një 2 ushqime për darkë, ta mora 25.000 lekë ditët e punës, sa ke edhe ushqimet. Edhe doli prapë për 4. Pra, Elida, ja një sekundë, në momentin e lajmit se do kalojme dhe aty. Pra, a i ti e telefonove, të tha jam në punë, kisha një punë për para punës ku isha, erdi, solli 25.000 lekë, të cilat besoj janë të prindërve të tu, apo jo? E kishte kryer veprimin me prindrit? Nuk e di se si, pastaj po, kanë tjanë që solli ato ushqime, nuk e di dhe mund të kenë qenë atyre, edhe doli prapë për kafe. Tani, në momentin që ti more lajmin, ishe vetëm në shtëpi apo ishte dhe Ismaili? Jo, vetëm me kalamajt isha, ai doli, doli, sa do pi kafe për që. Ti e lajmërove që ka ndodhur diçka me prindrit dhe do shkoje, ti takoje, ti shikoje, e lajmërove në telefon? Po, si reagoj? Në telefonin, e i tha shukshu ka ndodhur prindëve, tha si ka mundësi, tha, mirë tha, do gjeju makinta dhe do ikim, edhe erdhi me mua në Elbasan atë natë. Dhe ju nga Prenjasi shkuat në Elbasan aty ku ishin prindrit e tu fillimisht, apo jo? Po, se libra. Arriti, të lutem, kur vajtët në Elbasan në spital, se kjo është edhe kulmi gjithë kësa historie, autori që është edhe bashorti yt, ishte me ty gjatë gjithë kohës. Kur vajtët në spital, si ishte gjendja e mamit edhe e babit? Babi s'po mendshte fare, doktorët i binin, domethënë në kuptimin që ta përmendnin që e lëvisnin, e kupton? Nuk lëviste fare, nuk u përmend, kurse mami pak sa hapi syt kështu. Ndërsa mami sa hapi syt. Vetëm ty të pa. Vetëm ty të pa. Të tha diçka, kush ishin fjalët e para të mamit? I thash ma, si ishte puna, thash kush ishte, a këta e bën, thash unë qelë në perandesh, jo tha, ka ardhur Ismaili, tha ka rrit babin. Edhe unë, se nga që burri nuk afrohej dot aty për anë të vllajt, edhe i dola jashtë, i thash, ti ku ke qenë sot? Jo, tha unë isha në punë, nuk kam qenë asnjë vend, s'kam bërë asnjë gjë. I thash unë çfarë ti ke bërë këtë gjë, thash si çot mami, thash unë me mua nuk e punë, blajt pojtës me fëmijët, nuk e punë. Edhe e la me aj se tha ndoshta është e të nditur mami për momentin, në varet, është fiksuar. Pra, për shkak të valjumeve dhe elmimit mund të fliste dhe gjëra që s'kishin lidhje. Por ai, Ismaili nuk e pranoi që kishte qenë në shtëpinë e prindërve fillimisht. Jo, nuk e pranoj atë nata, i fola unë u zum, u bëm në shtëpi, jo, nuk e pranoj. Pastaj të nesmet, kemi ikur në Tiranë, pastaj të nesmet, erdhi prapë me mua, mori makinë, dhe vajtëmi pa prapë prindit, pa ai nuk u afrua fare te spitali, se nuk e donte vllai. Se tha ai e ka bërë.
Edhe pastaj pola prap me mami kur vajta, mami tha të njëjtën gjë 1 herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë, domethënë e pyetëm ne motra vllaj. Po? Ajo të njëjtën gjë tha domethënë. Pastaj aty Besoj se dhe mjekët aty e kanë kuptuar që mami ishte e kthjellët dhe ka rrëfyer gjithçka, apo jo? po, tha, nuk e tha vërtetën. vetëm 1 herë. E tha 3-4 herë një gjë, e kupton. Elida, si është gjendja e prindërve të tu, duke qenë se kam pas mundësi të flas me Jetmirin me vllajën tënd, me mamin kam folur gjithashtu me ty, e di që ajo është mirë se ka pasur mundësi të flasë edhe për mediat, por gjendja e babait mbetet e rënduar. Mami është më mirë flet, po me zi hecën. E qartë. Prap me zi hecën, kurse babi nuk ngrihet fare nga krevati me fjalë. Kjo e dëmtoi më shumë kjo gjë, nuk hecën fare. Thjesht rishtrije mbys, kaq ulur. Megjithatë, babi ka edhe problemet e tij shëndetësore, por kjo i ka sjellë edhe një gjendje të rënduar, saqë unë sipas informacioneve që kam nga brenda spitalit është treguar shumë agresiv edhe me bluzat e bardha, apo jo? Po, sepse ai vuan as mundje të tjera, në tensionin, as skleroza, edhe është disi agresiv, domethënë me momente, jo se do. E kuptova. Mirë, Elida, ti më thej që udhëtuat bashkë nga Prenjasi me Ismailin deri në spitalin e Elbasanit, por ai qëndroi jashtë dhe ti hyre brenda, takove prindrit, takove Jetmirin. Pra, nuk është se Jetmiri e dinte se çfarë kishte bërë Ismaili, por Ismaili nuk i afrohet Jetmirit. Çfarë ka ndodhur midis dy kunetërve kohë më parë? Po, para 2 vitesh vllai im ka marrë motrën e këtij burri tim për nuse, edhe nuk donte ai që ta mjete se nuk është ajo aq mendërisht. Edhe nuk donte. Pra, kunata jote nuk është mirë, mendërisht, kunata jote. Motra e Ismailit. Dhe vllai yt kërkonte ta kishte për bashorte, arriti, u martuan, çfarë ndodhi? E mori me rrëmbim dhe ai nga i nati mas një traditësh. Vajti i pirë atje dhe e goditi vllajin tim edhe e çoi gjej në spital të Tiranës. A është dënuar Ismaili për këtë gjë? Si? Është dënuar Ismaili për këtë gjë? Po, u dënua me arrest shtëpie, me fjalë. Me arrest shtëpie. Po kjo është mas sigurie, po gjykata e dënoi për rajën që i bëri vllajt tënd? Gjykata? Po. E nxorën njerëzit e vet, nuk e di se si, me avokat në gjëra, nuk e di. E qartë. Pra, problemet familjare që kanë shumë më të thella se sa helmimi i prindërve të tu, apo jo? Po, se ai thoshte pse ma mori motën, unë i thash mos e merr, ai tha se marr, ky e mori, domethënë gjëra kështu. A flasim pak në lidhje me Jetmirin dhe me kunatën tënde, si janë njohur ata, pse e rrëmbeu, çfarë ndodhi në dashurinë e dy të rinjve? Ata kishin 3 vite bashkë, që ne morin vesh mas 3 vitesh, u njohën edhe e morin me rrëmbim sepse nuk donin as neve as ata, domethënë. Pra të dyja familjet nuk donin? Jo, nuk donin, sepse domethënë ishim afër, ishim. Domethënë vllai motor do martoheshit me vllai motor dhe ju këtë gjë nuk e donit. Pra 2 herë kushti të kryqëzuara në familje, e kuptova. Nëse hecën një familje, nëse tjetra hecën keq, janë pak kështu. Ne ishim me fëmijë, ata ke parasysh. Dhe sa qëndroi kunata jote tek vllai jot që u rrëmbye nga ky i fundit? 2 vjet po bëjnë ata. Pra janë bashkë sot, apo jo? Janë akoma bashkë. Janë akoma bashkë. Do vazhdojnë të jenë bashkë me sa duket, nuk e di. Nuk e di, e din vetë, nuk e di unë. Atëre, nusja e vllajit tënd, që është edhe motra e burrit tënd, a flet me Ismailin? Jo, nuk ka folur asnjëherë. Këto 2 vite nuk flasin motër e vlla, apo jo? Jo, vllai nuk flet. Bashkëshortja e Jetmirit ishte dhe ajo që është motra dhe Ismailit, ishte ajo që shpëtoi prindrit e tu, sepse Jetmiri bashkë me bashorten ishin kthyer nga Greqia. Edhe atë ditë qëlloi dhe qëlloi shumë mirë që erdhën, sepse ndoshta mbaj çfarë mund kishte ndodhur. Dhe çfarë shpjegoi ajo në lidhje me këtë situatë? Si u ndje ajo? Nuk e di, ajo tha thjesht i gjetëm në gjumë, burri doli, tha një cop herë kështu. Edhe kur erdhi prap në gjumë ishin, tha, dhe pastaj lajmëruam se kujtoni se flinin gjumë, kupton. Pastaj kur e panë që ata ushtrim komplet për dhe, atëherë lajmëruan ambulancën. Kështu kanë thënë të dy. Qartë, bashortja e Jetmirit, motra Ismailit,
Ka mbajtur qëndrim nga ky veprim shumë i rënd që ai ka bërë për vjerrit e saj, për prindrit e tu? Po ajo, sa që më vjen keq, nuk e di. Vetëm keqardhje, asgjë tjetër. Se nuk ose kemi aq kontakt kush e di sa të flasim për këto gjëra, asun ja. Po në momentin që para 2 vitesh ka qelluar bashortin e saj, sepse e kishte rëmbyer vllain tënd Jetmirin, çfarë ndodhi? Po ajo si u shpreh atëre? Ajo më zita derë dhe nuk e donte vllain. Megjithatë, situata ka qenë shumë herë më e vështirë, ju keni folur vetëm për situatën, për herë të parë dalin në dritë, edhe detaje pse kanë çuar 36 vjeçarin Ismail Klogjeri në elmimin e prindërve të tu, fati e desh që motra e tij, nusja e Jetmirit, kunata jote, të riktheheshin pikërisht atë ditë nga Greqia për t'i dhënë ndihmën e parë dhe falë Zotit, ato janë vërtet në gjendje të vështirë shëndetësore, por janë gjallë dhe shëndoshe mirë. Mirë, do rikthehemi në pjesën e dytë, kemi shumë për diskutuar, një 31 vjeçare që herën e parë, kur ka plagosur të vllajin, ja ka falur bashortit, tashmë ajo kërkon divorcin, por kjo familje, kryefamiljari që është Ismaili dhe ka bërë dhe helmimin e prindërve të saj, është pas hekurave, vetëm ai punonte, ishte krau i djathtë. Zonja Elida nuk punon, ka një fëmijë shumë të vogël, ka dhe 2 djemë të tjerë të cilët i çon dhe i merr në shkollë edhe në Kopësht, dhe djali i vogël kërkon kujdestarinë e nënës, ato jetojnë me qëra në qytetin e Prenjasit. Kjo histori ndodhi, por ka pasoja të tjera nga pas, siç është për t'ia dalë mban edhe vetë Elida Klogjeri së bashku me 3 djemt. Ndërkohë se çfarë do bëj Elida me Ismailin për sa i përket marrëdhënies së saj bashkëtorë në pjesën e dytë, menjëherë pas hapësirës së parë publicitare. Mbas hapësirës së parë publicitare, jemi drejt për së drejti në pjesën e dytë. Elida, më dëgjon? Po, të dëgjoj. Tani, bashortja e Jetmirit dhe kunata jote, motra Ismailit, a flet me familjarët e saj, me prindrit, me vëllezër, me motra? Po, flet, ka folur gjithmonë me ta. Vetëm me Ismailin nuk ishte komunikim? Po. Vetëm me Ismailin, ndërsa me ty sillet shumë mirë, besoj. Jo, as me mua s'ka fol asnjëherë. Nusja e Jetmirit nuk flet me ty? Jo. Atëherë, po, dua të ndaloj në një pikë tjetër, menjëherë pas ngjarjes që u bë shumë mediatike. Prindrit ti jeton në qytetin e Prenjasit, ku jetojnë dhe prindrit e Ismailit, vjerri dhe vjera jote. Po. Të kanë telefonuar për të pyetur për Krushqit, për prindrit e tu? Po, ka ardhur vjeri 2 herë këtu, kanë thënë si e janë. Kush e çoi, kush ja mushimenjen, pse e bëri, domethënë ka bërë pyetje babai i tij, po s'ka faj ai shkreti, a kupton, se ai pensionistë janë për vetë edhe ata. E kuptoj. Prindrit e tu i ka telefonuar? Si? Prindrit e tu për të mësuar gjendjen e tyre i ka telefonuar ose të kërkojnë ndjesë në emër të Ismailit? Po, nuk kanë vajtur asnjëherë atje. Ata që ku janë martuar vllai me atë nusën, nuk kanë vajtur asnjëherë atje. Kunet, vëllezërit e Ismailit, motrat, kanë telefonuar ty të paktën? Po, më kanë telefonuar një 3 veta, domethënë një vëlla dhe 2 motra. Janë të habitur të gjitha, kupton, shumë të shokuar nga ngjarja. Po, motrën e tyre, nusën e Jetmirit, e kanë telefonuar për t'i pyetur për vjerrin për vjerrën? Besoj se po, nuk e di. Besoni se po. Mirë, i bëjmë të gjitha këto pyetje për të kuptuar, ata janë vërtet habitur, por Ismaili nuk ishte hera parë, se para 2 vjetësh ka bërë një ngjarje shumë të rëndë. Po, ju vjen shumë keq, po nuk kanë çfarë bëjnë, a kupton. Elida, ndoshta është shumë shpejt të pyes, ti çfarë mendon të bësh me jetën tënde, me Ismailin? Kjo është një gjë që nuk falet, sepse ai mund ma bëj dhe mua nesër fëmijët. Nuk e di, nuk prit që kjo gjë dhe varet që mund pritet më mrapa. Po herën e parë pse ja fale kur plagosi vllajin? Isha shtatzanë me bebin e vogël edhe isha goxha shtatzanë dhe mendova për fëmijët, kupton, thash. Gjatë këtyre 2 viteve, ke parë ndonjë mëri të Ismailit duke shprehur se nuk do t'ja fali kurrë Jetmirit që ka dashuruar motrën e tij?
Jo, nuk ka pason asnjëherë, Bilemi thoshte që jam i penduar që e bëra. Tani, Do shikoj familjen time, thoshte. tani çfarë mendon të bësh? Unë mendoj që nuk do t'ja fal këtë gjë, do shikoj fëmijët, do shikoj punën time se nuk mundem, a kupton, më dhimbsen shumë prindrit e mi se është gjë që çfarë do lloj arsye që mund ta ketë shtyrë, kjo nuk falet, a kupton se rrezikoj jetën e dy prindërve, se lekët shkojnë e vinë, po jeta e tyre ishte. Sa ishte shuma e parave pensionit? Se di, në fakt. Nuk e di shumën. Por çfarë kishte ndodhur? Ka vajtur atë ditë? Çfarë të ka treguar mami? Mami tha, erdhi, tha, roti babin, i thash ato kafe, ato buk, pim kafe, ndihmoj për ca gjëra vogla, tha. Pastaj tha, mushi gota, tha, më tha që do pim një gotë limonat, i thash jo, dhe ai ma dha. Nuk e di tani, a me zora, si nuk e di. E qartë. A e pin vetë me dorë, nuk e di, se. Pastaj në momentin që kanë konsumuar lëngun e frutave, limonatën, po. Ismaili, çfarë ka bërë? Nuk më mbaj mend fare, tha ajo gjë. Se më rash pa ndjenja në divan, tha nuk mbaj mend. Nuk më mban mend absolutisht asgjë. Parat ku i kishte mami? Parat mami gjithmonë i mbante në gjoks. Gjithmonë i ka pas aty. Unë kam 10 vjet e martuar me burrin dhe ai e dinte ku i mashin lekët, edhe dinte që mami mirë ta, kupton. Pensione. Kur u zbuluaj gjithë e vërteta, a pate një ballafaqim me Ismailin? Ti thoje çfarë ke bërë? Masi e mori policia, nuk pata ma. Përpara se të vinte policia, se pas policisë e kuptoj. I pola atë natë që ishim në Elbasan. Jo, thoshte, jo, unë s'kam bëj gjë, unë kam qenë punë si të kam thënë. Edhe të nesmet prapë ku erdhën pe Tiranë që rrugës, i thash unë që mami tha për ty, jo që unë kam respekt, unë i kam dashur gjithmonë, unë isha në punë, unë këto gjëra thoshte gjithmonë. Elida, duke qenë se ty ta ka mohuar, mendon se ka bërë Ismaili dhe është një rastësia, e ka bërë dikush tjetër, ti vetë çfarë beson? Unë edhe besoj që mund ta ketë bërë. Qartë, duke ju referuar ngjarjes së 2 viteve më parë. Po, edhe nuk ose që punonte ai, po prapë vështirë ishin nga gjendja ekonomike, ndoshta ka pasur një borxh, që nuk e di, s'ka thënë gjë mua. Mendon se mund të ketë marrë borxh? Siç ka thënë tani më mbrapa, nuk e di. Kush ka thënë më mbrapa? Kush ta ka thënë më mbrapa? Nuk ose ka thënë një, po nuk e di. Pra, mund ta ketë bërë këtë gjë për shkak të borxheve, mendon? Po, edhe mirëte në për shokët. E qartë. Mirëte për shtëpinë, mirëte, nuk e di. E kuptova. E detyroj ndonjë, nuk e di se si. Ja ke komunikuar familjes së tij që ti do kërkosh divorcin? Ata e kanë thënë, unë i thash edhe atyre. Çfarë thonë ata? Çfarë mendimi kanë? Më kanë thënë, ti e di vetë, më kanë thënë. Nuk kemi çfarë të themi. Pra nuk kanë ndërhyrë, të kanë lënë të lirë. Po, nuk kanë ndërhyrë. O Elida, mua më vjen mirë që e ke marrë, duhet ta kishe marrë në fakt të vendim që përpara 2 vitesh, nëse të rinjt, vllai dhe motra i tij duheshin, atëherë nuk ka askush, jo Ismaili, po askush për ta ndaluar këtë dashuri, po bie Zila dhe do lidhe me kunatën tënde. Shpresoj që zonja të më përgjigjet për të marrë edhe mendimin e familjes Klogjeri. Në lidhje me një situatë shumë të rëndë, me sa duket, Inati përpara 2 vitesh ka bërë që Ismail Klogjeri, 36 vjeçari, jo vetëm të dhunoi, të plagosi kunatin Jetmirin, i cili ishte dhe shpëtimtar i prindërve të tij, sepse pak ditë më parë ai ka shkuar, i ka helmuar dhe më pas i ka zhvatur para 2 të moshuarve 82 dhe 69 vjeç. Do mundohemi të lidhemi përsëri me zonjën në fjalë. Pra, ato të kanë lënë të lirë Elit në zgjedhjen tënde, një zgjedhje që duhet ta kishe për 2 vite më parë, dhe ti kësaj radhe je vendosur. Se po, jam shumë e vendosur, sepse ata do me thënë, nga që nuk kanë çfarë të bëjnë, se thotë e bëri një herë, do me thënë, është fajtoj vllai tyre, çfarë do të thojnë, s'kan çfarë të thojnë. Elida, në familjen tuaj, i vetmi krah pune, të vetma të ardhura ishte puna e Ismailit, apo jo?
Po, vetëm ajo, se unë kujdesem për fëmijët, për bebin, për i çoj i marr për shkollët, për shtëpinë. Nuk mundem dot të punoj. Ju jetoni në një shtëpi me qira, apo jo? Po, rri në një shtëpi me qira në Prenjës, bilemi ajo më mori në telefon dhe më tha që në datën 10 duhet ta liroj shtëpinë, se gjëja atje është bërë pagesa. Dhe çfarë do ndodhi deri me datë 10? Gjëja me datë 10 ta duhet më liroj shtëpinë, sepse gjëja datë 10 është bërë pagesa që e ka bërë burri, me fjalë. Dikush nga bashkia e Prenjasit ka ardhur afër jush? Jo, nuk ka ardhur. Edhe burri im edhe një këmbë, Po? ato 119.000 lekë, edhe ato ma ndërprejvi. Shtetja nuk e di se kush ma ndërprejvi, nuk ma japin ma. Ismaili merr pension invaliditeti, pse? Po, më kanë thënë, unë e marra shumë vonë vesh, më kanë thënë që me zjesh nga tonë kam, me zi ka folë në moshën 7 vjeçë dhe ma ndërprej, më vajta djetë ma lekët, më thanë nuk mund t'a japin lekët. E Sepse qartë. ma ato, pak një ato, një qika asistenca të invaliditetin ati, kaloni me fjalë, për ushime, për gjëra. Megjithatë, edhe pse kjo ngjarje u mor vesh, bashkia e Prenjasit nuk ka reaguar përkundrejt teje. Shërbimi social nuk ka mbritur tek ty si nën edhe tek fëmijët. Kanë vajtur, Po? më kanë thënë që do të ndihmojnë, po nuk e di. Besoj se edhe mundet. Okej. Mirë, unë do t'ja jap, po? Edhe atë që ma ndërprej, nuk e di, shteti e ndërprej atë që s'mund ta marrë, sepse ai ndodhet në burg. Po ato e duan fëmijët, a kupton? Se me çati marr fëmijët, unë përveç se asistencës së këmbit. Ma ndërprej, nuk ma japin. E qartë. Gjithsesi, ne të dyja do t'i bëjmë thirrje ditën e sotme. Nuk e di kë kam në telefon në regjia. Atëherë përsëri po telefonojmë kunatën tënde. Unë shpresoj që ato të më përgjigjen. E gjitha ajo familje ndoshta ka vështirësitë e saj ekonomike, por ata 3 fëmijë janë edhe gjaku i tyre, janë fëmijët e Ismailit. Ti si nën nuk punon dot për shkak edhe të moshës së djalit vogël. Ke një banesë me qira. Pra, kontributi i familjes Klogjeri, derisa edhe bashkia e Prenjasit marri masat, duhet jetë e jashtëzakonshme për ty. Unë e di që prindrit e Ismailit. Unë duhet të bëj ku duhet shkoj. Alo? Alo, përshëndetje zonjë. Shëndetje. Unë jam Evisa Meti, drejtuesja e emisionit Me Zemër të Hapur në televizionin News 24 dhe po flasim për rastin e vllajt tuaj Ismailit. Ju si motra e ti, keni diçka në lidhje me situatën e fundit që ai ka bërë ndaj vjerit dhe vjerës së tij? Më falë, unë jam goca e diles. A ju jeni vajza, jeni mbesa? Po, unë jam vajza. Për momentin mami nuk është këtu. Okej, si e ka përjetuar mamaja jote veprimin e dajës? Më falë, po jam me vogël dhe nuk mund të flasë për këtë gjë. Mirë, unë të falenderoj dhe do lidhem pastaj me nënën tënde për të më treguar gjithçka në lidhje me vllajin. E falenderoj vajzën, ishte mbesa e Ismailit, besoj se e konfirmon. Apo jo, Elida? Po. Ishte mbesa. Të shpresoj që me zonjën të lidhemi pak më vonë, ndoshta deri në fund të këtij emisioni. Vjerri dhe vjera jetojnë edhe ata me qira në Prenjas, apo jo? Janë të moshuar. Kush e paguan qiran e prindërve të Ismailit? Nuk e di në fakt, se dhe ata pensionistë janë, ndoshta djemtë e tjerë, nuk e di se si e kanë bërë, nuk e di të pjesë. Gjithsesi, djemtë e tjerë, vëllezërit e Ismailit, por edhe motra, duhet bëhen gjithë bashkë, ashtu si janë bërë edhe për prindrit e tyre, të paguajnë banesën ndoshta, të marri parasysh edhe bashkia e Prenjasit, një bonus qiraje për ty, një banesë sociale nuk besoj të ketë në Prenjas. Gjithsesi, ne do lidhemi edhe me bashkinë e Prenjasit për të kuptuar që shërbimi social të vi pranë teje dhe të marri masat e duhura. Mirë, Elida, nëse s'ke diçka për të më shtuar? Nuk e di çfarë duhet të them. Duhet të them që jam shumë keq, domethënë. E kuptoj. Me fëmijët në shtëpi. Duhet të dalë për shtëpisë, nuk e di ku duhet shkoj. Pra, ti ke rënë nga shiu në breshër, nga halli që të raj prindërve, nga situata divorci, tani nuk ke me çfarë të jetosh. Po. Mirë, unë do të dëgjoj pak psikologen, nëse ke pyetje për psikologen, sepse do marrim në analizë rastin tënd. Po më thuaj, Elid. Po. Më thuaj, ke diçka për të më thënë? Jo, nuk isha gjë, po thoja që nuk e di çfarë do bëj, nuk e di. Shumë keq është.
Na një janë prindri, na një janë fëmijët, na një janë si do bëhet hall, si të tutje. Qartë. Gjithsesi, unë kam të ftuar në studio Angela Rukon, psikologën tonë, dhe ajo është e gatshme të japi ndihmën e saj, por për të bërë një herë analizë gjithë situatës. Sepse situata e pak ditëve më parë ka rrjedhur si pasojë një situate përpara 2 vitesh. Angela, përpara se ja japim këshillat edhe kësaj zonje 31 vjeçare, nënë 3 djemve të mitur, ku më i vogli nuk mund të shkojë dot as në çerdhe, as në kopër se është fare i vogël të kërkon praninë e nënës 24 në 7, në 365 ditë të vitit, por do doja edhe 2 më të mëdhenjtë, por një pjesë të ditës shumë pak, ndoshta 4-5 ora ato e kalojnë në shkollë. Po të vetme të ardhura ishte pikërisht Ismaili. Zonja ka vendosur divorcin, por para se të shkojmë atë, pse vim në situata të tilla familjare? Përshëndetje edhe një herë. Ky rast përveç se të rënditës është edhe një rast i rëndit cili cënon thella të konceptin që ne kemi për familjen, që për ne supozohet të jetë ajo hapësira e përbashkët ku gjejmë paqe dhe qetësi, edhe ai ambienti i sigurt. Në këtë rast, duke qenë se dyshohet për dhëndri për ne është ajo figura e cila na jep atë siguri, na jep atë mbështetjen, edhe në momenti që një familja, 2 prindër arrin të japin vajzën atij djali, ata kanë krijuar atë besimin total tek ky person. Dikur por besimi u thye kur motra e tij dashuron djalin e asaj shtëpie. Edhe duket sikur dhe këtu ka nisur dhe krisjet e para ndërmjet 2 familjeve, të cilët janë munduar të pengojnë dashurinë e tyre për arsye të ndryshme që janë ju përket atyre. Edhe kemi pasur shenjat e para të shfaqjes së dhunës, qoftë verbale, qoftë fizike, e cila mund të ketë marrë atë masën e sigurisë, mund të jetë marrë më vonë. Në gjendje të derë, të shkosh dhe të godasësh, ta plagosësh, dhe plagosja ka qenë shumë e rëndë, se ka shkuar në spitalin e traumës, tashmë ka qenë një situatë shumë problematike ajo e përpara 2 viteve. Që me sa duket ka mbetur aty. Ka mbetur aty dhe nuk është trajtuar nga gjitha institucionet, se nëse do kishte dorën e institucioneve, jam e sigurt që situata e moshuarve nuk do kishte ndodhur. Dhe nuk do kishte ndodhur. Po, ky është një akt, domethënë përveç akt penal, i cili kërkon ndjekjen specifike penale nga organet e posaçme, por është edhe një akt emocional mbi të gjitha dhe moral, ku janë thyer ato normat e njerëzimit, ato rregullat morale me të cilat ne minimumi duhet të jetojmë, dhe është thyer besimi ndërmjet palëve me njëra tjetrën. Thyrja e besimit të palëve ka çuar deri këtu. Dua të pyes së pak Elidën. Elida, do të më thuash pak si mendon ti, Ismaili ka pasur dieni që nëna jote kishte marrë pensionin atë ditë bashkë me babain? Nuk e di tani, ndoshta edhe mund të kemi ose tu në bashkë bisedime sipër, sepse... Çfarë ka treguar mami? Ka treguar që a ditej që ka shkuar për të kujdesur për babin, edhe për punët që ndodhi dhe ngjarja e ka dhënë valiumin? Kanë folur në lidhje me pensionin, ose një ditë para, kur ke pas ditëlindjen e djalit? Ndoshta këtu mund t'jetë bërë një bisedë, kush e di, në mami mund të ketë thënë diçka. Dhe ai e ka mësuar dhe për shkak të borxheve thua ti ka ndodhur situata? Po, e ka mësuar këtu, nuk e di, sepse unë nga që lëvizja laja dhe në gatuja dhe ke parasysh kishte raste që ikja në të lutem, valiumin si mendon, ku e ka marrë, ku e ka bler? Nuk e di fare. Doktorët çfarë ju thanë, sa i rënd ishte helmimi nga valiumi? Çfarë thanë? I ka dhënë doza të mëdha valiumi? Nuk e di nëse Elida më ndjek? Regjia i bëra pyetjen, a ma dëgjoj apo jo? Elida, më dëgjon? Atëherë, me sa duket ka një problem me këtë lidhje. Atëherë, Elida, të lutem, sepse shkëputesh her pas here, ndoshta edhe për situatën në cilën ti gjendesh. Atëherë, mjekët çfarë kanë thënë për prindrit? Dozat e valiumit që i ka dhënë. Mund të ishte edhe fatale, mund të kishte edhe humbje jete, sidomos babi një. Të dy ishin keq për babin më shumë. Sa sasi valiumi ka dhënë? Se di. Nuk e dini. Nuk e di. Është gjetur në fakt
Ndoshta Valiumi aty në shtëpi? Jo, në shtëpi. Jo, në shtëpi. Në shtëpi nuk është gjetur asgjë? Asgjë. Po ku e kanë kuptuar mjekët që ka qenë Valium dhe jo diçka tjetër? Nuk e di. I kanë nxjerrë analizat, besoj, apo jo? Po, se bën analiza ata. Gotat e limonatës janë gjetur, Elida, ke parë gjë? Jetmiri apo ti? Unë s'kam parë se unë nuk vajta në shtëpi atëherë, vajta vetëm pas 4 ditësh. Jetmirin, ti ke folur me Jetmirin. Jetmiri ka gjetur, ose bashortja e ti, ka gjetur gota limonate? Një bidon thaj dhe cigare. E qartë. E qartë. Mirë, kalojmë në hapësirën e dytë publicitare dhe rikthehemi në pjesën e tretë dhe të fundit. Mbas hapësirës së dytë dhe të fundit publicitare, jemi në pjesën e tretë dhe të fundit të këtij emisioni. Do prisim në këto momente të bëjmë një lidhje të drejtë për drejtë nga regjia me Jetmirin. Të dëgjojmë edhe versionin e djalit, i cili rastësia e ktheu në familje për t'i shpëtuar jetën prindërve të tij. Historia e Jetmirit e dashurisë, bashorten aktuale është edhe motra e autorit të kësaj ngjarje të rëndë, por dhe autorit të 2 viteve më parë. Jetmir, përshëndetje. Përshëndetje. Jam Evis Ameti, drejtuese e emisionit Me Zemër të Hapur, kemi folur edhe para disa ditësh bashkë, kam në një lidhje të drejtë për drejtë motrën tënde Elidën. Jetmir, si është gjendja e prindërve të tu? Më mirë është. Është më mirë. Ti dhe bashortja jote jeni kthyer rastësisht nga Greqia atë ditë, apo jo? Po, rastësisht. Dhe si e gjete në fakt gjendjen e tyre, mund të ma përshkruash pak? Çfarë pen në momentin që arrite në shtëpi? Në momentin i pash ishin në gjumë, në gjendje të Po, çfarë i the? I thash që zjohën, ata nuk u zjohështin, ishin në gjumë. Ishin në gjumë. Me njëherë, kë lajmërove? Dhe pastaj lemrova kushurit, Po, kam shet, ata gjithë, po. erdhën dhe morën ambulancë. Në momentin që i gjete në këtë gjendje që po e përshkruan Jetmir, çfarë pe aty në tavolinë, çfarë kishte lënë autori, dhëndri juaj, ose kunati më mirë? Ai kishte lënë një kuti boronice. Po, tjetër? Edhe kishte lënë një bik që kishte rojtër babë. Po, gotën me cilën ja ka servirur mamit? Gotë nuk kishte lënë, nuk kishte lënë duke të. Vetëm lëngun e boronicës? Po ilacet e Valiumit i gjetët? Jo, nuk i gjetën. Kush ja u tha që kanë hedhur Valium në gotën e boronicës? Kush ja u tha? Ata njëri, po e morën vetë me mend se ata ishin në gjendje të rëndë. Po mjekët, jo, dua të them, kur vajtën në spital, mjekët konstatuan që në trupin e tyre ka Valium? Po, në sallë policia që i kishte kapur Valium atje, që i kishte tregur atje. Aja, kishin kapur, i kishte me vete? Po, me vete, edhe lekët edhe Valiumin. Edhe lekët, sa lek kishte? 1.200.000 i kishte ka policia. 1.200.000 lek. Ja ka gjetur, ja ka marrë mamit këto? Po, ja ka marrë mamit. Nuk e di sa është shumë, atë, do të ka prish, nuk e din, po. Po mami ka pasur me vete që i mbante gjithmonë gjoksin e saj, apo jo? Po, i mbante me vete, se i pati mbledhur që në korrik. I mbledhte me vete, sa do bëjmë një punë nga shtëpia, se kishin balkonin për shtruar, me plak. O Jetmir, ti kishe planifikuar të kthehesh atë ditë, si u ktheve ti atë ditë? Se ti je heroi atyre prindërve. A ditë u ktheva, u ktheva nuk isha tregur fare, gruaja nuk e dija kishe tregur nga vetë, nuk e di. Dhe ti u ktheve së bashku me bashorten, apo jo? Po, së bashku. Jetmir, shumë e vështirë për ty se bashortja jote ka dhe vlla, Ismailin. Po, e di që është shumë e vështirë. Po, ajo vetë çfarë tregon për vllajën e saj? A vetë nuk thot gjë. E ka dënuar veprimin e tij? Po, dhe kam dënuar si veprim. Është veprim shumë i keq. Shiko, sa vite kishte bashortja jote që nuk fliste me Ismailin? A flistin ato? Kishte më rreth, që kur jemi lidhur rreth 2 vjet. Rreth 2 vjet. Vetëm me Ismailin nuk flet apo edhe me pjesën tjetër të familjes? Vetëm me Ismailin nuk fliste. Po çfarë ka pasur Ismaili përkundrejt teje? Sa arriti dhe të plagoste 2 vite më parë? Nuk e di, ai thjesht e ardhi aty, edhe më gjojti me diçka, nuk e di çka kishte dorë, hekura. Dorë, nuk e di, nuk e parë se çka kishte, me kishte fshehur në grup edhe vetëm më gjojti, më në syt.
Jetmir, çfarë kishte ai kundra dashurisë tënde dhe të bashortes tënde? Se ti e ke grua sot. Nuk e di çfarë kishte, nuk e di. Po ti pse e rrëmbeve gruan, kur pjesa tjetër e familjes ishin dakord, apo edhe ato nuk ishin dakord, që ti të lidheshe me gruan tënde? Ata dakord ishin, po ne e morëm njëri tjetrën, ne pëlqyem njëri tjetrën edhe e morëm. E qartë. Megjithatë, përpara 2 vitësh sa është dënuar Ismaili në lidhje me plagosjen tënde? Është dënuar me 9 muaj arrest shtëpie. Ja, ajo është një masë sigurie, arrest shtëpie, unë dua dënimin e tij. A u dënua ndonjëherë ai për Dënim nuk ka pasur, për sa vetëm kështu arrest shtëpie ka pasur. si duket dënimin që ka marrë është konvertuar pastaj me arrestin e shtëpisë, e kuptoj. Shumë e vështirë Ismail e gjithë situata, ti do thuash nëse drejtësia do kishte vënë një vendim në vend përpara 2 vitësh, besoj se nuk do ndodhte kjo edhe e prindërve të tu, apo jo? Po të ishte vënë drejtësia në vend që ai kishte bërë burg, nuk do ishte bërë gjithë kjo gjë. Jetmir, unë kam paralel nga prenja si edhe motrën tënde, e cila ka vendosur të divorcohet kësaj radhe nga Ismaili, një vendim që ndoshta e ka përkrahur edhe njerëzit e Ismailit, nuk e kanë kundërshtuar. Ti si vëlla si e koncepton këtë gjë, vendimin e saj? Vendimi i saj është shumë i drejtë, se ai bërë një gabim shumë të madh. E qartë, por ajo jeton me qëra në Prenjas. Nuk punon. Po jeton me qëra, 3 fëmijë. Çfarë do ndodhi tani me Elidën? E ka shumë të vështirë, edhe kampin ja kishin ndaluar. Të mirë të kampin e shoqit. E kuptoj, situatë shumë e vështirë. Të bëj dhe disa pyetje të tjera në lidhje me bashorten, prindrit e saj, vëllezërit dhe motrat, të kanë telefonuar për të pyetur për gjendjen e mamit dhe të babit? Ata nuk kanë marrë fare, as nuk kanë ardhur. Ti do t'i mirëprisje? Nuk kanë pajtuar, po do t'i mirëprisje. Po as bashorten tënde se kanë marrë në telefon? Bashorte ime ka qenë atje. Po, çfarë i kanë thënë ato në lidhje me Ismailin? Nuk e di, se kam pyetur në fakt. Nuk e interesuar dhe mirë bën në fakt, por ata duhet në fakt të kishin telefonuar, duhet kishin ardhur, duhet mbanin qëndrimin e tyre, të kërkonin falje në emër të Ismailit. Po duhet të reagojnë, ata nuk kanë reaguar fare. Në këto momente ti ke primare shëndetin e prindërve të tu, martesën tënde, unë të uroj gjithë të mirat jetë mirë, por kryesorja në gjithë të histori është se çfarë do bëhet me Elidën dhe me 3 djemtë e saj. Ata duhet të interesohen laun se më vjen shumë keq se e kam dhe mos. Bashkë me ju jetë mirë dhe me vetë Elidën do interesohemi dhe ne. Unë të falenderoj shumë që ishe me mua në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Faleminderit jetë mirë. Shumë faleminderit. Faleminderit. Edhe t'ja kalos mirë. Shkuara prindërve, mi përqafo, faleminderit shumë. Miru pafshim, faleminderit. Miru pafshim. Një djalë i jashtëzakonshëm, shumë i kulturuar, i ka ndodhur gjithçka. Ka kaluar shumë gjëra. Ka kaluar shumë gjëra në këto 2 vite, një përkrahës i jashtëzakonshëm që se kisha dëgjuar më parë, i një vllai përkundrejt motrës, që di të mbajë edhe balancat me bashkëshorten, nuk e ka pyetur kur ka shkuar për të vizituar prindrit e saj, të cilët jetojnë shumë pranë banesës së Elidës. Elida ruan balancën me kunatën, me nusën e Jetmirit, po ashtu edhe me vllain. Dhe prandaj duhet një suport i jashtëzakonshëm i Elidës, sepse i takon në fakt, këtu e kuptojmë pse gratë shpeshherë mendojnë gjatë divorcin. Edhe se si e ruajnë ato kultin e familjes, si e ruajnë marrëdhëniet me njëri tjetrin dhe mundohen t'i shpëtojnë gjithmonë. Edhe duket që janë njësoj, domethënë motër e vllai arritur në këtë lloj mënyre, në këtë lloj fryme nga prindrit e tyre që ta ruajnë deri në fund, të mundohen ta ruajnë atë që kanë krijuar me njëri tjetrin, pavarësisht se Elida ka arrit në këtë pikë tani që Shiko, kemi ca tradita të hershme shqiptare kur 2 motra martohen me 2 vëllezër, një motër e vlla me një motër e vlla, dhe të doja të ndaloja pak. Sa funksionon për traditën tonë brenda familjes çifte të tilla? Kam dëgjuar që kanë jetuar lumturisht mirë të gjithë, por kam dëgjuar edhe raste të shumta divorci. Vetëm njëri nga çiftet kanë bjetuar ose edhe të 2 janë shkatëruar. Mendoj për shtetet më të civilizuara, më moderne, ndoshta kjo mendoj se nuk ndikon, domethënë fakti që mund të krijohen dy kurora brenda së njëjtës krushi. Por ne në vendin tonë ne ndikohemi.
Aq më tepër në rastin e vetë personave në fjalë, që përfshihemi me njëri tjetrin, motër e vëlla përfshihemi shumë dhe një krisje të ketë njëri prej çifteve, ne i përjetojmë. I brendësojmë edhe marrim tepër personale, sikur na ke ndodhur ne vetë. Edhe ndoshta kjo sjell edhe krisje ndërmjet të dyja kurorave që janë lidhur. E pe një dilemë të tillë tek jetë miri, se tha unë si vëlla do t'i qëndroj pranë, do merre më shumë tashmë. Më duk shumë i sinqertë dhe shumë i hapur për atë që shprehu dhe kjo është një gjë shumë e mirë që dëgjojmë, sepse në kushtet që janë ata ka nevojë të paktën për një fjalë të mirë, të paktën për mbështetje nga familjarët. Edhe më duk shumë suportues dhe i gatshëm për ta mbështetur më sa mundsi ka. Përveç saj edhe shumë protektiv ndaj bashkëshortes vet. Pa marrë parasysh çfarë ka ndodhur pas ngjarjes së helmimit të prindërve tek familjarët e saj, por ai nuk e kishte pyetur se çfarë keni diskutuar. Gjë e mirë. Është gjë e mirë sepse kjo e mban më të fortë atë që krijon, nuk shkelshun në privatësinë e bashkëshortit apo bashkëshortes. Domethënë janë disa gjëra që duhet lënë liria deri diku. Edhe nuk është munduar që të marrë sa më shumë informacion, sepse i intereson ajo çfarë kanë me njëri tjetrin. Shiko, shpeshherë marrëdhënia e kunatave është një nga marrëdhëniet po aq të vështira sa nuse dhe vjera. Dua të ndaloj pak, e ka edhe nuse vllai, po e ka edhe motrën e burrit, dy herë kunat. Do doja të dija, edhe Elida mbante të njëjtin pozicion me vajzën në fjalë. Nuk e ka pyetur dhe ajo që çfarë ke diskutuar me prindrit, që unë do divorcohem nga vllai yt, që çfarë ndodhi me prindrit e mi. Përveç se e ka falenderuar, se e ka shpëtuar tek e fundit, jetë mirë dhe ajo. Ishin në momentin e duhur dhe në kohën e duhur. Ose jetë gjatë, nuk bëhet jetë shkurtër, ose e dërgoj Zotin në momentin e duhur, do me thënë ka qenë një shenjë. Nuk dim si t'ja vëm emrin, por që ka qenë është një mrekulli, sepse mund kishte shkuar shumë më keq edhe më mirë të trajtojnë tani këto pasojat që janë në plan familjar, emocional, fizik deri diku çfarë ka mbetur, se sa të vuej më vonë për një tragjedi që mund kishte ndodhur. Ti thua janë borxhet, siç mendon Elida, sepse shifrën e saktë se sa para ka pasur 69 vjeçarja që i ruante prej muajit korrik, na dha këtë detaj jetë miri. 1.200.000 lekë që nuk janë pak. Dhe është e tmerrshme të marrësh pensionin atyre 2 të moshuarve. Është e tmerrshme, nuk e di, ajo e njeh më mirë bashkëshorten e saj. Jo, është borxhe apo shumë lefi përpara 2 viteve? Këtë më sqaro pak. Por është më shumë lefi, mund të jetë borxh deri diku dhe ka qenë borxhi si shkaku apo arsyeja që të nxirret pak edhe i mlefi më parshëm. Mund të jetë gjendë në një situatë vështirë. Po përdor një shprehje, mund të ketë qenë duar lidhur e këmbë lidhur që nuk ka ditë si ta zgjidhë ndryshe. Ka pasur dhe ato konfliktet e së shkuarës dhe ka qenë momenti që ai ka nxjerr pak atë mlefin e akumuluar. Dua të kaloj tek Elida. Elida, të njëjtën pyetje siç ja bëra dhe psikologes. Ka qenë inati përpara 2 viteve i grumbulluar, dënimin që ka pasur, 9 muaj arrest shtëpie, që lumturisht jetë miri tani dhe motra e tij e kishin martesën e tyre, apo është thjesht një grabitje për 1.200.000 lekë për shkak të borxheve? Si mendon ti? Nuk e di, dhe mund të ketë qenë ajo e kaluar ajo urrejtja, po nuk e shpejte. Në qoftë se do t'ja kishte kërkuar mamas tënde, këto para borxh do t'ja kishte dhënë mamaja jote? Edhe mund t'ja kishte dhënë. Edhe mund t'ja kishte dhënë. Ata janë dhe pensionist për vete, ku, po dhe mundet. Pra, ne themi që ai ka pasur, shiko, se jo rastësisht unë të pyeta për detaje sot. 24 orë përpara ke festuar ditëlindjen e djalit, ishte ai që shoqëroi maman. Po, që nxoj të përgonat. Nuk sa mami një natë më tha mua. Pra, do të thotë që Ismaili i ka pasur informacionet e sakta se ku mbaheshin këto para dhe sa para kishte. Për para se dija mund ta ke ditur sa kanë qenë, po ku mbaheshin dhe ku do t'i mjelte lekët. Dhe ka organizuar gjithë planin. Po atë natë që festuan ne, ai nuk ka një reagim që kishte ndonjë mendje të keqe. Po as të nesërmen, sepse vajtja ka që fshehur azi për t'i shërbyer babait tënd, apo për të bërë edhe punë të tjera në shtëpinë tënde, ishte vendosur më parë? Jo, nuk ishte vendosur. Pra ti u habite? Po. Po mamin e pyete që si erdhi, e kishit lënë më parë takimin?
Jo, nuk e kishin lënë më parë takimin, po mami i besonte, nga që mami fliste me to, vinte këtu, edhe e ka pritur në shtëpi, domethënë, e ka pritur për mirë, a kupton. E Që ka qartë. pritur, ka bërë kafe, se e besonte. Shoqërimi i natë më përpara deri tek fugoni, dhe gjithë shka tjetër pastaj që ka vajtur të nesërmen, duket si një plani planifikuar në mendjen e Ismailit, megjithatë Jetmiri tha që ishte policia që ka gjetur valiumet në xhepin e Ismailit, por edhe parat. Atëherë, për ta përmbyllur. Doja të shpjegoja edhe këtë që masi ndodhi kjo gjëja me vllajin, ai u bë i dhunshëm në shtëpi, domethënë bo tjetër lloj bërtiste, si agresiv, domethënë dhe çunin e vogël 11 muajsh ma ka goditur. 11 muajsh? Po, një ditë para një qershorit ma ka goditur çunin e vogël, unë e lash ta ruante, ta mbante, ai ku e dha unë gjeta çunin me shenja. Pra me 30 prill ti thua që është rrau 11 muajshi? Po, edhe më ka thyer edhe gishtin. O Elida. Edhe atë çunin e dy, nuk e di, gjithmonë e mbante veçantë si tjetër dhe gjithmonë do të t'i gjunte, ka pas raste 2 herë që i ka hedhur gjëra, deshe ka vera në kokën, ja ka hedhur kështu, mos kishte ul kokën çuni, 2 herë ja ka hedhur. 7 vjeçarin. Po, atë nuk e di, unë i thaj që gjithmonë nuk ma do këtë fëmija, ai thoshte, po s'e dua. Po, atë të madhin e donte shumë. Po Elida, po si t'ka thyer gishtin, ka rraur djalin 11 muajsh dhe ka rraur edhe 7 vjeçarin, si nuk e ke denoncuar asnjëherë Elida? Po, nga që kërkonte falje, jo po si duroj do të se bëj zhurmë, jo po gjëra kështu domethënë. E pa falshme. E pa falshme. Ja i si mbante vetë dhe nuk i duronte dot. Ishte tip që nuk i duronte dot. Më fal, nuk i duronte dot. Shiko, ai është babai, i ka bërë me dëshirë dhe me mirëkuptimin tënd të 3 djemë dhe duhet i mbante njësoj si ty. Dhe jo të thyen të 2 gishtin dhe të rrinte fëmijët. E jashtëzakonshme kjo që po tregon në fund të këtij emisioni. Dyshoj që kur u morën ata 2, domethënë që morën me rëmbim, që kur ati atë u bë shumë kështu në. Po a kishte një shkak, ata ka thënë këtë shkak, pse motra nuk duhet ta donte Jetmirin? Çfarë problemi ka këtu? Sepse unë vllajin tënde prisja, e mbaja, më theu besën, unë i besoja, vllai tënd këto, thoshte. Po e donte edhe motra, dashuria është e dyanshme. E di. Mirë, në fund të këtij emisioni shumë e vështirë në fakt, Angela. Sa më shumë po dëgjojmë, sa më shumë ta mbajmë, sa më shumë po e mbajmë rrethimin të hapur, aq më rënd bëhet atë gjosh, aq më shumë detaje dalin. Prandaj dhe unë doja, pavarësisht se gjithë mediat e kishin marrë një intervistë edhe të 69 vjeçares, shumë pak Jetmiri, shumë pak edhe vetë Elida, unë doja më të gjatë bisedën me to, sepse kam folur me gjithë familjarët dhe ato i kanë treguar të gjitha detajet, por detajin e dhunës Elida për herë të parë ma thotë edhe mua sot në fund të këtij emisioni. Mirë, Angela, ke diçka për të thënë që të ruhen balancat emocionale si të Jetmirit, ashtu edhe të Elidës, por dhe 3 fëmijëve. Çfarë duhet bëj ajo në këto momente? Në këto momente duhet i gjende njëri tjetrin mbi të gjitha sa më pranë. Ajo që shprehu më sipër që ka vendosur të divorcohet, për mua në opinionin tim është idealja, është e duhura që duhet bërë. Duhet bërë ndoshta më herët, por kjo ndodh kur ne neglizhojmë disa gjëra dhe presim ndryshim për atij personi, por harrojmë që manipuluesit, ato personat që ne i shikojmë si të shtrenjtë dhe mbështetjen tonë, mund t'i bëjnë këto gjëra edhe pa pasur zhurmë gjatë gjithë kohës, edhe pa pasur dhunë të vazhdueshme gjatë gjithë kohës. Pra nuk duhet ketë një tolerim në asnjë moment të shenjave të dhunës, qoftë fizike, qoftë emocionale. Qartë. Duhet të shërbej kjo ngjarje për gjithë ne që mos i shikojmë gjithmonë këtë ngjarje si çështje familjare të dikujt tjetër. Por duhet edhe neve duhet të reflektojmë edhe të bëjmë një reagim në mënyrën tonë, sepse mund të jenë fatale pasojat. Faleminderit Angela që ishe me mua në këtë histori me shumë detaje të tmerrshme të mësuara për herë të parë, sa më shumë të gërmosh në historinë e dikujt, sidomos edhe të Elidës, aq më tepër detaje zbulon. Elida, ndoshta ne ditën e sotme jemi monitoruar nga gjitha institucionet, por më e rëndësishme është të jemi monitoruar nga policia e Elbasanit dhe ajo e prenjasit. Në qoftë se policia na ka monitoruar dhe do kërkoj dëshmin tënde për dhunë brenda familjes,
për një dënim sa më të fortë, jo vetëm për helmimin e prindërve të tu dhe zhvatjen e atyre parave, a do ishe gatshme ti të japësh një dëshmi për dhunën ndaj teje dhe ndaj fëmijëve të tu? Po, patjetër. Po, tani unë kam frikë të rrjedha shtëpisë, kam frikë edhe rrobat që kam aty, nga që mendoj që mund ta falin prindrit, mendoj që mund të dalin, nuk e di se si dhe mund të vinë në shtëpi. Nuk e di me çfarë mendje mund të vi, domethënë, dhe s'jam e siguruar me fëmijët, që t'jem e siguruar në shtëpi që... Pra ti ke frikë të dëshmosh për dhunën ndaj teje dhe ndaj fëmijëve? Jo, nuk kam frikë të dëshmoj, po kam frikë që rri kështu, domethënë, pa mbrojtja, kupton. Pra ti thua se për plagosjen e vllajt ato ta sollën në arrest shtëpie dhe kështu mund të veprojnë përsëri për helmimin e prindërve të tu. Po, unë kam thënë që sidoqoftë dhe po të dali, sidoqoftë që mund ta ndihmoj njëse veta, apo mund ta fal mami me zëm, që mund ta sjellin për këtu dhe unë s'mund ta mbaja, kupton se kujt di çfarë mendje ka. Atëre, Elida të sugjeroj të shkosh ti pranë komisariatit të Prenjasit dhe të dëshmosh dhunën ndaj teje dhe ndaj fëmijëve të tu, të kërkosh urdhër mbrojtje dhe urdhri mbrojtjes do ta mbaj atë larg teje. Ai tashmë është në paraburgim, nuk besoj se ai do kthehet në shtëpi, por edhe sikur të përsëritet situata e përpara 2 viteve, shko dhe kërko urdhër mbrojtje. Kjo është këshilla ime e fundit. Po, shumë faleminderit. Faleminderit ty e dashur që ishe në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Mi përqafo fëmijët, bashkë me jetë mirën dhe me ty, do jemi në kontakte të vazhdueshme bashkë për të folur jo vetëm me policinë e Prenjasit, të shkosh të marrësh urdhër mbrojtje, por të komunikojmë edhe me bashkinë, të cilët duhet të jenë në mbështetjen tënde. Faleminderit e dashur Elit, të përshëndes. Faleminderit. Përshëndes edhe gjithë ata që na kanë ndjekur në këtë transmetim të drejtë për drejtë, në ekranin më të madh informativ në vend, në televizionin News 24, bashkë ndajemi këtu për të ritakuar në ditët në vijim. Deri atëherë miru takofshim.